Nuk e dia do të shtyhet deri në fund të zgjedhjeve, deri në mbarimin e zgjedhjeve, që të jenë të dy në detyrë, edhe ministri, edhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Nëse do ta shtyjnë për shkak të presionit, që nuk do të lëvizësh në këto momente sepse bëhet nami. Por pas zgjedhjeve njëri prej tyre nuk do të jetë. Dhe nuk do të jetë, dhe realisht nuk do të jetë sepse përplasja është kaq e madhe sa nuk mund të thot populli po u thy buka, nuk ngjitet më. Por kjo dëmton shumë luftën dhe shkojmë atje, se fakti që nuk janë në eficiencë departamentet e hetimit të krimit, nuk është në eficiencë drejtoria e luftës kundër drogës, që është pjesë e departamentit hetimit në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Drejtoria e luftës kundër krimit ekonomiko-financiar është në nivelet më të dobta në histori e policisë shqiptare dhe të trafiqeve etj. Por në nivele akoma më të dobët është Agjencia e Inteligjencës Financiare pranë Ministrisë së Financave, ish drejtoria e pastrimit të parave, tani quhet drejtoria e inteligjencës, Agjencia e Inteligjencës, e cila nuk referon asgjë. Prandaj edhe këtu në Shqipëri po ngrihen pallate çdo ditë dhe nuk e dinë se nga vijnë parat dhe ka një informalitet nga vijnë parat? Përtej kërkesë ofertës në Shqipëri. Po nga vijnë parat, besoj du ta mendoni dhe ju si unë. Vijnë nga bota e krimit, nga trafiqet, nga trafiku i drogës, trafiku i prostitucionit, vijnë nga veprimtaritë e paligjshme në Shqipëri në mënyrë galopante, e vijnë edhe nga abuzimet me fondet publike. Sepse nëse nuk jam gabim, unë jo pa qëllim në një studio televizive para javën që kaloi, thash që shumë shpejt do të shihni se çfarë është bërë me prokurimet publike, me një operator, tendra sekret, qoftë në AKSH, qoftë në institucione në Ministrinë e Transporteve, qoftë në të gjitha ministritë, tendra të porositur nga grupet kriminale, nga ministrat që kanë lidhje me botën e krimit për të favorizuar njerëzit e botës krimit me qëllim që të rreshtonin për fushatën elektorale. Me sa kuptova unë, Spaku e kishte në mbikëqyrje këtë agjenci, pra prokurimet publike, dhe dje doli me kokë ulur më i nxirr se sa ka lëkurën kreu i prokurimet publike, sepse është bërë kërdia dhe nuk është fol asgjë, si mundet që në Shqipëri. Nuk komentoi faktikisht për gazetarët pas 2 orëve që doli nga Spaka asgjë, sepse ishte thirrur për herë të dytë. Për asgjë, e kishin thirrur për asgjë. Jo, mirë, nuk pranoi të komentoj ai vetë, sepse po nëse ju kujtohet të kështu tha dhe kur ishte Lalieri për herë të parë. Ishte te kolegët. Mirë, këto janë, po mirë pra se çdo thon aty. Ishte i mrekulluar, madje Lalieri ishte i mrekulluar se kishte bërë një vizitë. Po mirë pra se të gjithë kur shkojnë në SPAK si majta, si djatha, kështu thon pse ke dëgjuar ndonjërin ti të dalë në SPAK edhe të thot, po më jep një shembull që ke dëgjuar kur ka dalë nga SPAK edhe ka thënë u thira për këtë, kam faj për këtë. Jo, më jep të kundërtën ti mua, më jep shembull. Po herën e parë po pra, Lalieri ishte i qeshur, madje qeshi dhe tha, ngela i manitur nga kolegët. Të gjithë kështu kanë deklaruar ata. Kurse i djeshmi ishte pjesën e politikanëve. Ai nuk foli fare i prokurimeve publike. U tregu shumë serioz, po shumë i nxirr, sipas meje. Unë nuk besoj që ai do të jetë rehat. Unë besoj që mbrëm nuk ka fletur. Sepse nuk është zëri vetëm i imi. Madje du të keni parasysh se disa nga konkurrentët në çështjet e prokurimit publike, sepse këtu janë kanalizuar vetëm disa oligark dhe disa vegla të oligarkëve që morrin tendra, të tjerët janë për ta konkluduar këtë se do të kalojmë në pikë tjetër. Dhe isha i bindur sepse kisha informacion se ka disa ankesa të vazhdueshme në autoritetin e prokurimit publike nga disa konkurrentë të cilët s'morrin kur tendra. Dhe tendrat në shumicën e rasteve zhvillohen ose me një operator ose tepër sekret. Se çfarë sekreti duhet ketë për shembull për ndërtimin e një rruge apo për një koncesion apo për një tjetër, unë jam dakord nëse do kishim ngritjen e një sistemi për mbrojtjen e sistemit që do të ishte tepër sekret dhe do të bëhej me një operator vetëm. Se kemi patur rast. Po jo për ndërtim rrugësh. Vim pak tek fushata? Se ma the në fillim të intervistës që tu drejtova jo si ekspert sigurie, por vetëm si kandidat për fushat, po unë e bëra për reklam, për promovim. Faleminderit. Ti më shojmë me qenë se jemi në një kohë elektorale. Si po shkon fushata?
Zonja Dervishi, për hir të vërtetës, unë e vlerësoj pozitive, për shumë arsye. S'pari kam një favor se unë kam punuar në gjithë Shqipërinë, në nivelet drejtuese të policisë shtetit dhe në menaxhimin e krizave për 6 vite, dhe kam shumë njohje me pjesën rurale të Tiranës, sepse më njohin, edhe faleminderit të madhit Zot që unë gjithë shërbimet që ju kam ofruar komuniteteve nga Tropoja, Kuksi, Hasi, Shkodra, Mirdita, Dibra apo Bulqiza, e Mati, e kam afruar si një zyrtar tepër korrekt me integritet. Dhe ndaj flas edhe kundrat Majtës edhe kundrat Djathës, sepse po pse me Lulzim Bashën? Alternativë re, pa mëkate. Nuk mbart mëkate. Atje në ekipin tonë nuk ka asnjë person që të jetë subjekt i SPAK-ut. Kurse nga e Majta dhe e Djatha ka shumë subjekte të SPAK-ut dhe unë nuk mund të shkoja paralel me ta. Së dyti, unë edhe aq i ri nuk është Lulzim Basha sapo e bëni ju? Jo, nuk e thash i ri në moshë. Jo, i ri, po dhe unë se kisha për moshën. Si alternativë. Po pse alternativë re? A sa herë provoi në krye të Partisë Demokratike? Kush? A ka qenë në pozicione të rëndësishme edhe në qeverinë Berisha? Dhe qeverinë Berisha ka pas sukses. Okej, po ka pasur pra pozicione, kur ka qenë ministri, të lutem, kur ka qenë ministri i transportit. Po pse në krye të PD-s për gati 10 vjet nuk humbi disa herë? Unë nuk e di që ka qenë kryetar i PD-s. A doni të bëni ironi se nën kuptoni që ka qenë realisht Berisha? Jo, s'po ironi, po unë tregoj të vërtetën. Po mirë pra, po për këtë e keni se de jure ka qenë ai. Se kush ishte de facto, kjo është tjetër gjë. Po dini në i kryetar tjetër të Partia Demokratike ju përveç se Sali Berishës. Unë s'di. Unë mbaj mend që kur ishte u la Eduard Selami, u ra me grushta dhe u përzon mezi kapi avionin për tikë për Amerikë. Po kështu kur u bë Tritan Sheu, u largua me ceremoni direkt i morën partinë. Unë nuk di të ketë qenë në i kryetar partie dhe të ketë ikur me votë. Shpërzën me shqelma. Lulzim Basha ka bërë të vetmen gjë që qëndroi, nuk u largua me shqelma. U qëndroi në parimet e tia që unë për sa kohë jam de jure. Ndërsa Berisha e ka sulmuar Partinë Demokratike me Molotov. Dhe pikërisht për këtë arsye jam i bindur që s'ka qenë Luli kryetar partie de facto, ka qenë de jure.